Kanunin e kam lexu edhe më parë, po tash po e lexoj në mënyrë studioze, do më thënë nen për neni, edhe unë mund të them që përveç se është një mrekulli juridike, ajo është mënyrë jetese, ajo është shpirti, reflektimi i shpirtit të madh të popullit shqiptar, edhe është poezi. Pse them se është poezi? Pse them se është poezi? Sepse ka nene, nëse jo të gjitha, ka nene specifike që unë mendoj që janë të papërkthyeshme. Për shembull, neni të cilin dalem unë, te mikpritja dhe ndera, edhe besa, të trija këto janë të papërkthyeshme. Neni 602, shtëpia e shqiptarit, është e Zotit, e mikut. Po e përkthyem në gjuhët, hajde le të themi në gjuhët kryesore, në gjuhët më të mëdha, qoftë në gjuhët që na rrethojnë neve, gjuhët slave, ose në anglisht dhe spanjisht, gjë që e kam bërë, nuk del aq poetike sa në shqip, dhe nuk e thot as semantikisht atë që e thot shqip, sepse ata e kanë përkthyer i takon misafirit, i takon Zotit dhe misafirit, ndërkohë që në shqip është i takon Zotit dhe mikut. Miku ka dimenzion shumë më të madh se një shok, se një dashamir, ose se misafiri që është një fjalë që nuk është shqipe, që është perso-arabe që na ka ardhur nga Turqit. Do më thënë, ne kemi fjalën mik, edhe pse dikush mund thot, po edhe fjala mik është latinizëm, nga fjala amicus, ne e kemi shqipruar shumë mirë, edhe fjala mik ka zënë vende votër në gjuhën shqipe, edhe neni 602, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, rri në mendimin tim që është e papërkthyeshme për shkak të melodisë që ka, edhe kanuni përveç asaj tregon sa e posun është gjuha shqipe, sa e bukur edhe sa muzikore. Unë kam pasur fat të madh, do me thënë prandaj jam këtu ku jam, sepse kam pasur fat që të kem përkraje fillimisht nga familja, nga të gjithë me radhë në mënyrën e tyre, secili siç ka mundur. Përkrajën e parë për letërsinë dhe për punën dhe për dashurinë time kam pasur, kuptohet, nga babi, i cili mund ta them lirisht që mi shpëtoi vjershat, poezit. Pse them kështu? Sepse një ditë rastësisht i pa ato, edhe kur unë i thosha që nuk jam e gatshme që ti ndaj me tjerët ose ti publikoj, insistoj fort që këto poezi duhet t'i lexojnë edhe të tjerët, duhet t'i shohin edhe të tjerët, sepse janë për t'u parë. Si që di, ashtu ndodhi, pastaj u botua libri i parë, dhe pas botimit librit parë, pastaj erdhen përkrahjet edhe nga profesor Ali Aliu, nga shkrimtari Kim Mehmeti, nga shkrimtari Nehas Sopaj, edhe nga miqtë e mi, Fatmir Sulemani dhe Saledin Saliu, edhe të gjithë këta emra vazhdojnë më përkrahen. Mos të harroj këtu edhe akademikun Luan Starova, i cili gjithashtu më ka përkrahur shumë. Unë nuk mund ta mendoj veten pa lexuar, sepse motoja ime kryesore është nulla dies sine linea, që do thot asnjë ditë pa një rresht. Qoftë të shkruar, nëse jo të shkruar, atëherë të lexuar. Do me thënë, nuk e mendoj veten pa lexuar diçka. Kështu që të dyja. Unë në kohën e fundit jam përkushtuar më tepër prozës, më saktësisht romanit, lexoj më tepër roman, por kjo nuk do të thotë që e kam lënë anash poezinë. Përsëri po e theksoj për së pesti të dyjat, do me thënë letërsinë. Tashi do ju kërkoj ndjes atyre që merren me arte tjera, po unë mendoj që letërsia është mbi të gjitha artet, sepse e ka veglën më të vështirë, fjalën, dhe me këtë vegël të vështirë, ajo duhet bëj muzikë siç bën
si që bën muzicienti me notën, ose duhet të bëj piktur si që bën piktori me penelin. Nëse kemi arritur këtë, atëherë jemi në rregull. Kur fëmijët tjerë dilnin jashtë, të luanin me ato tradicionalet, me top ose me çfarë do tjetër, bota ime jashtme ishte miti. Kur të tjerëve ndoshta nuk u tregoshin fare pralla ose u tregoshin pralla tradicionale, mua para gjumit më lexoi, babi më lexonte mitologjin. Do me thënë, shtu filloi, ajo që ishte jashtë për mua, u bë brenda dhe u bë mitologjia. Pastaj, kur fillova vetë, do me thënë të lexoj, kuptova që dua të thellohem, edhe u thellova te miti dhe kuptova që është një, hajde le ta krahasoj me kosmosin, po jo, është një sistem shumë i përkryer i kodeve, të cilat nëse ne arrim ti çkodojmë ose ti ta zbulojmë qelsin e atyre kodeve, kemi ardhur te vërteta. Na çon te vërteta absoluta dhe te liria absoluta. Gjithë e kanë bukurinë e vetë, po nëse duhet përcaktojmë, po përcaktojmë për mitin e lindjes Atenës. Edhe kjo nuk është e rastësishme. Se fillova të të pyes më herët, po e dija që të dilja këtu. Edhe kjo nuk është e rastësishme, ti mund ta marrësh me mend. Pse unë po i bie shkurt ta tregoj mitin. Domethënë Zeusit, krye perëndisë olimpike, i vjen profecia se do t'i lind një djalë i cili do t'ia rrezikoj Fronin. Dhe kur ky e kupton që Metida, gruaja e tij, atëhershme ishte me barr, e shndron këtë në mis dhe gëlltit me qëllimin që të mos lindte ky fëmijë që do t'ia rrezikonte Fronin, ky djalë që do t'ia rrezikonte Fronin. Mirë po Metida, me që është metis, që në greqisht do të thot arsye, ajo e rrit këtë fryt në kokën e Zeusit. Dhe Zeusit fillojnë të paraqiten dhimbjet padurueshme, kështu që perëndia tjetër, perëndia e zejeve, Hefesti, e merr një sapat të artë dhe detyrohet t'ia çaj kokën Zeusit për t'ia zbutur dhimbjet. Ndërkohë që ja çon kokën Zeusit, nga koka e Zeusit del diçka e tillë, e armatosur komplet, me helmet, me mburoj, me hesht, me të gjitha, del 20 vjeçarja Atena, e cila në momentin kur lind e ndal edhe diellin, i ndal të gjitha proceset që kanë ndodhur, lind vetë dhe ndriçon vetë. Patjetër që një fryt i asaj që ishte metis, arsye dhe rend kozmik që është Zeusi, do të dilte të ishte urtia. Prandaj Atena është urtia dhe me që nuk doli djalë, si që tha profecia, kjo kishte të gjitha karakteristikat e një djali trim dhe si e tillë do t'i mbronte trimat, do t'a mbronte Akilin, do t'a mbronte Odiseun, sepse Odiseu ishte polimetes, Odiseu ishte shumë dinak, dhe kjo pikrisht prandaj edhe mbron, do t'a mbronte Diomedin, do t'i mbronte të gjithë trimat antik, do t'ju qëndronte pranë, po ka edhe një karakteristik tjetër. Gjithmonë në anën e djathtë ose në supin e djathtë saj qëndron perëndesha tjetër e vogël, Nike, që është fitoria. Çfarë do të thotë kjo? Se Atena nuk humb asnjëherë asnjë betejë. Është bia e babait dhe nuk di për humbje. Ashtu si Linda. Nuk e thash unë. Ashtu them unë. Linda, gjatë kohës që po të dëgjoj që sqaron pjesë nga mitologjia, po më vjen shumë keq që nuk je para studentëve, dhe të dëgjojnë edhe të kuptojnë të interpretuar mitologjinë ashtu si duhet nga një njohëse e mirë si që ti. Të vjen ty keq që nuk je para studentëve? Një pjesë, ti e din që një kohë unë kam qenë, edhe ka qenë kënaqësi shumë e veçantë. Prandaj do kisha dashur që ti jesh sërish. Edhe unë do kisha dashur shumë, edhe shpresoj që të më jepet mundësia prap, edhe do ta bëja me shumë pasion, edhe do kënaqesha nëse dikush do ta donte
pak këtë lëmi, sepse mendoj që lëvrohet shumë pak të ne klasika. Në boshllëkun e trungut, me vite, një zot e di sa, unë jam në boshllëkun e trungut të Drurit 100 vjeçar. Mua, që si Hamadriada jam bërë pjesë e Drurit, të cilit vazhdimisht dikush i matet më së patë, si që i maten instancat poezisë. Një zot e disa, unë jam në boshllokun e trungut, të Drurit 100 vjeçar. Një dru i nxirr nga korpat që rinë në degat e tij, erët të cilin sillen ujqit e ubritur. Një dru të cilin kanë haruar ta presin ushtrit e vuaja, ka kanë brevur në përdheun e shtetit. Ri unë aty. I dëgjoj krimbët si e brejnë Drurin. Shikoj nga bira që e ka bërë me kam dhe një ushtar, i cili ka dalë prej reshti nga lodhja. Dhe ka vënë ndonjë shenjë sa për ta kaluar kohën. Ri shtank aty. Pres ndonjë yll të vjerë. Ndonjë zog të ndalet. Ta shon ndonjë bukër. A ndonjë kaprovë duke kullotur. Ndonjë lule ta ngrej kokën dhe të shfaqe. Në perspektivën e birës së Drurit, të rrethuar me injorim. Ta shon ndonjë pikë lashte në pijet e bajit. Mbi to, lutrat që vallëzojnë. Ta dëgjoj ndonjë trishtir, ndonjë çkafik. Ta dëgjoj nifin si bie lirës, a dhe si kanton kamburimit. Kur bie teri, lutem. Lutem që të pushojmë britmat e satrapit nga fshati i djegur, nga altari i rënuar. Se kur arrin edhe këtu, rreth Drurit, këto virma nuk janë më fjalë. Arsyeja tjetër se kjo mbrëmje organizohet në ditën e lindjes së saj, pasi siç ju e dini edhe të shuarjes e ka në prill. Ne zgjodëm një datë më optimiste që ta përkujtojmë përjetësisht linditën tonë të dashur, përmes poezive të cilat do recitohen sonte nga aktor profesionistë dhe nga profesoresha të nderuara, mikesha të linditës. Po ashtu, instrumentistët Dukagin Ismaili, Argjira Qollaku janë artistë nga ansambli këngëve dhe vallëve shqipe të Maqedonisë. Përndryshe kanë qenë pjesë e Shkupi i lexon, mbrëmjeve të cilat të asocojnë te Lindita Ahmetit, të cilat i organizonte mrekullisht. Siç e dini, pjesë e Shkupi i lexon ishte edhe rubrika Kujtojmë pyjet letrare. Pa e ditur që një ditë do ishte vetë ylli kësaj mbrëmje. Atëherë na ndriçoft përjetësisht bukur siç veç ajo di. Kur organizonim Shkupi lexon aktivitetin e saj të dashur, ne mendonim që do ta
organizojmë bashkë edhe 100 vjet. Po jeta di të bëj rengje të këtilla dhe ta na lërë neve me një plak në zemër për ditë, po sidomos në ditë të shënuara si kjo, që ka qenë një aktivitet që ajo e donte shumë, dhe edhe raste tjera kur mblidhemi, kur bëjmë aktivitete ku ajo ishte shumë e inkuadruar, themi, po të ishte Lindita sot në mesin tonë që në mëngjes në orën 7 do të na merrte, mos e harroni këtë detaj, mos e harroni dhe më çmendet ju me këtë spontanitetin dhe me dëshirën për të bërë gjitha aktivitete spontane. Po megjithatë në kësaj radhe bëm diçka në mes. Ajo ka qenë strumbullari ynë në një farë mënyre, sepse ne kishim të enjtet tona, përveç shkupi lexon, përveç aktivitetit të dhjetorit, bënim të enjtet tona çdo javë bashkë me shoqërinë tonë më të ngushtë për poezinë, të cilat mbrëmje rriteshin. Fillonin edhe njerëz që s'janë as pak të inkuadruar në pjesën e tavolinës, të vinin të enjteve enkas për të thënë që aty po merr pjesë një grup i poezisë që udhëhiqej drejtësisht nga Lindita Ahmeti, shtrenjta jonë. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Unë isha i përgatitur që ndoshta të jem i ulur në një karike edhe të flas pak më gjatë për këtë mbrëmje që po më vjen mirë, që është e një niveli shumë faleminderit. Përshëndes prindrit dhe familjarët e Xhabir Ahmetit. Përshëndes shkrimtarët, profesorët, gazetarët që shumicën i njoh të pranishëm sonte këtu, dhe me të vërtet jam i gëzuar, është shumë vështirë të ndjen të gëzuar njerëzit të moshës time. Por ja, sonte ndodhi dhe unë dua të them që Lindita Ahmeti sonte mbase na sheh nga panteoni i letërsisë, i poezisë shqipe, dhe me të drejtë aty dëgjova dikush e përmendi fjalën përjetësi. Ajo është klasike e letërsisë shqipe. Ndoshta jo me vetdijen e krejt hapësirës tonë letrare, kulturore, për shkak se shumë kufi të vjetra na kanë mbetur edhe sot në këtë komunikimin shpirtëror, themi Tiranë, Prishtinë, Shkup, Tetovë, që është një temë tjetër që Linda, që për mua qëndron në majat e 3-4 poetëve më të mëdhenj të shekullit të kaluar dhe të fillim shekullit të ri, dhe që shumë me vështërsi konfirmohet kjo në këtë hapësirë, por kufitë për një herë tjetër. Udhëtimi i babait në për këngën e vjeshtës. Hapat e babait në për natën vjeshtore, me selenën e purpur që hedh dritë në shtek, e nxisin komunikimin me qetësinë e pyllit. Dhe kuptojnë mirë mes vetes babai e qetësia. Babai ndonë se e ka një pyetje nostalgjike për vjeshtën, se thot me gojë se turbullon qetësinë, po e shkruan pyetje në fletët e heshjes ulur në rrënjën e bungut,
Janë folje të shpërndara gjithandej që e çojnë baban të ngrihet në këmbë. Ecën ai. Ndërsa gjethet e thata zgjojnë dhe bëjnë muzikë jazzi në këmbët e lodhura të plakut. Pastaj fryn pak eoli. Tingujt e butë të erës së freskët kur i ledhatojnë gjethet dhe dalja në skenë mbi emrave të përmallshëm janë në të vërtetë përgjigje e vjeshtës për baban e cila përshpërit ju iku vera e blerë. Ju iku vera e blerë. Zojsh të renditur si fjalët e Demostenit para Athinasve, kur Filipi futej në polis me ushtarët e tij, kërkojnë shpresën e mirë duke lënë mbrapa ngjyrat e vjeshtës. Pastaj tingujt e freskët të gjetheve të thata kërcëllojnë, bëjnë vërejtje për krijesat e imta të pyllit, për merimangat që prodhojnë mëndafshin më të mirë, për mizat, gjarpërinjt, mint, buklat e shqartat, për ndonjë hardhus të blerë që ndalës së vrapuari në përbar pas ndonjë kandre, dhe për breshka që e demonstrojnë hije rëndësin kur ecin dhe ta merr mendja, edhe për sutat e buta që zbukurojnë pamjen e pyllit që kur i bie hëna. Për të gjithë banorët e gjelbërimit që janë rrehatuar në mbretërinë e gjumit, jepet alarmi e shtohen firmat e larëve. Kujdes! Kur unë isha 10 vjeç, erdhi në jetë Lindita. Gëzimi i parë i çiftit Ahmetit, i Meremes dhe Xhabir Ahmetit. Fati e deshi që shtëpitë tona të jenë pranë në një lagje të Shkupit. Dhe kjo e bënte që vizitat tona të jenë të përditshme ose përnatshme të njëri tjetri. Tani, shumë çka u tha për lindjen, unë po mendoja çfarë të shkëpus si momente më interesante nga jeta e saj për 50 vjet sa u shoqëruan bashkë, gjysmë shekulli, që mos ta zgjas shumë, po që ndoshta do të shërbej biografëve të saj si momente kështu më interesante. Pas një viti u pa edhe vetëm se Linda është e goditur nga një paralizë cerebrale, u pa në shenjat e moslëvizjes së këmbës, dhe kjo me njëherë alarmoi tërë familjen, u mobilizuan dhe filluan spital në spital të kërkohet zgjidhje që nëse jo krejt të zgjidhet çështja të zbutet spaku një handicap. Melinda gjithmonë ka qenë nga njerëzit e vetëm që jemi zbutuar në lidhje me simbolet e mitologjisë, me zbërthimet edhe me pasionin që edhe unë ndaj me të. Dhe gjithmonë ato minuta që takoheshim i frizonim që të flisnim për këtë pasion, dhe në cilin e hatë, se si i shëndrisin sytë kur fletë, si i shëndrisin sytë kur fliste. Herën e fundit që u takojmë isha 7 zënë, prisja vajzën e vogël që kam. Edhe më pyeti për Gjinin, i thash presim një vajzë. Tha po emrin, thash edhe me qëllim bona suspans, se dhja se çfarë reagimi do kishte. Thash ja kemi gjetë, thash si do ja vendosti, thash do quhet Pan. Po lumturia saj dhe dashuria që kishte për kuptimin e këtij emri, që pastaj Gjeri më tregoi se ka edhe poezi, e gëzoi jashtëzakonisht shumë, tha uroj edhe besoj se e dim që është sinonimi i Artemisës edhe i Dianës, thash po sigurisht për tek një vendos. Tha do të tregosh ato i gjaje, thash patjetër, sa po të lindi, ti japi shenjat e parë edhe do ta dish nëse i kanë gjaje. Vepra saj sigurisht që e ka tjetën, e ka të botën para, si që kishte derisa ishte gjallë dhe do të shkojë kohë dhe do të studiohet më mirë, do të njihet më mirë dhe do të flitet më tepër për veprën e saj. Lindita ishte një poete e cila arriti që duke qenë një botë statike, na jap një poezi për plot dinamik. Po në botimet e saj nuk e kishte atë dinamik. Kishte një ritëm, 2 librat e parë i botoi, pastaj çdo 4 vjet botonte nga një libër.
Dhe i fundit ishte në vitin 2004, para mëse kënaqësisht ishte në vitin 2004, vetë përballë Rosjes. Dhe duke pritur atë dinamikën e saj 4 vjeçare, vonoi një stin 4 vjeçare, vonoi edhe një stin 4 vjeçare, dhe sigurisht që ajo në këtë kohë ka arritur që ta sublimoj gjithë atë që e kishte si një kulturë të saj, si një shpirt të saj, sepse ishte një shpirt siç e pam, dhe bëhet mirë që me thuat atë bisedë, ishte një shpirt e rritur me mitologji, e rritur me kanun, e rritur me filozofi, dhe gjithë kjo është shndruar në vardje, në poezi. Unë e kam shumë vështirë domethënë të evokoj kujtimet, vetëm kur ndërlidhet me Lindën, për shkak se ajo është edhe motërza ime. Sepse kujtimet zakonisht lidhen me të kaluarën, kurse unë mendoj se Linda sigurisht që e kanë kaluar, por lidhet me të tashmen dhe lidhet me të ardhmen. Kam thënë një herë dhe dua ta ripërsëri sërish se Linda i ngjante pikërisht asaj guacës së Halil Gjibranit. Komunikonin dy guaca, njëra shumë e lumtur dhe tjetra shumë e pikëlluar. Guaca e pikëlluar ishte për shkak të perlës që e kishte brenda vetes. Dhe unë kam përshtypjen se Linda e kishte këtë pikëllim për shkak të asaj perle që e kishte brenda vetes. Poezia e Lindës parazitash është edhe shkon me parimin e icebergut, ose ne e shohim atë që siç është plaku dhe deti Hemingway, atë skeletin e peshkut të madh që e shohim në det, por nuk e shohim peshkun e tërë. Është e lehtë me fol për një mike poete që sonte fizikisht nuk është këtu, e aq më pak për një poete e cila si askush tjetër e ka artikulu mungesën në vargjet e saj. Më do ashtu në Anton Lindën, një prej zërave më të veçantë të poezisë shqipe bashkëkohore, një autore që ndërtoi vargun, fjalën me shumë përkujdesje, që vlerësoj heshtjen, po aq sa dhe vargun, dhe që në mesin e zallamahis letrare zgjolli të fliste, qartë e thjesht, përmes letërsisë, Lindën tërësisht pa ngatrueshme me të tjerët, e pata për ndeta kisha dhe mike. Kemi qenë ndërlidhuna shpirtërisht përmes poezisë, letërsisë,
albanologjisë në biseda gjata e për plot njerëzillëk. Kënaqësia e saj e veçantë ishte kredhja në mitologji e letërsi antike, që veç njohje se studimi i ka të bartura përmes referencave të shumta edhe në poezi. Sepse mitologjin dhe letërsinë e antikitetit Linda i kishte jo vetëm materje studimi, por edhe burim frymëzimi, u shëndrua në materje të saj krijuese. Ajo fliste me hyjni, me figura arkaike, me simbole të harruara, por gjithnjë për të thënë diçka për njeriun dhe për kohën në të cilën jetojmë. Ishte lexuese e thellë dhe poete që nuk nxitohej. Kishte durimin që e kërkon fjala e vërtet. E pasur me dije, kulturë, lexime, por mbi të gjitha e mbushur me mirësi, lirësi dhe shpirt bardhësi, kjo ishte Linda. Shtëpia kuq, shtëpia zi. Shtëpia ime prej uri fluturon. Fluturon hapësirave të pafunduna të uranit. Dhe heq pas vetës ndjenjën time të pambrojtësisë. Fluturon kjo shtëpi, vërtet fluturon. Si fluturoj unë që jeve të imagjinatës, dhe humbet pastaj ndër yjësi, duke kërkuar kryet e vendit që i takon. Dhe shko ti, tash, e thuaj, se unë jam durive të muar, të cilin e rah bora e shiu, ose jam një ishull pa emër, midis lumit lehtë. Pranë shtëpis janë, e aq lartë saj, sa endem në të mungesë të vëmshme. Më përhiqen dritarët, sytë të përlotur të shtëpisime të kuqe, si më shikojnë nga fshetësit, me mallëngjim, e dhembje, më shtyp, e zezë. Edhe dera, ku bën roje, arkuisi i moqën, los me fani, duke shpërndar erën e luleve të limonit. Dhe kardeja e bukur, e storisur me gdhente bursake. Hej mo shtëpia ime e vjetër, frenoje kajrosin për mua, dalu në vlerimin tënd të dardhës. Qili hapësit tua, ku ka me miliona kënde, për imtësim të imagjinishme, për detin e gjërë, të mbretërisë Arian, për eglën e eritit, për kopshin me mollë të arda. Shtëpia fluturon, e më humbet në eter. Vrapoj unë, vrapoj pasaj, deri të shtigjet e qerës së zjarë të Heliosit. Tani, gjitha u thanë, sa është kur është në pyetje Lindita poet. S'kam çfarë të them, por po se mund ta them këtë se gjithmonë ku kam shkuar në Tiranë, në Prishtinë, unë jam mburr me Linditën, kur s'kam pas me çfarë, menjëherë kam përmendë emrin e asaj, sa të lav përshtypje se edhe ditë lexoj edhe ditë diçka edhe të shkruaj. Po tani do t'ju them diçka, nëse keni nerva të më dëgjoni, edhe ta personalizoj. Unë para 10 viteve përjetova një infarkt, edhe për një herë mjekët u habitën pse unë fillova të qesh, pse e dija që ndoshta do të përfundoj edhe në vdekje. Ata nuk e dinin atë që e shihja unë. Unë i shihja 2 djemtë e mi që më kanë vdekë. Edhe në atë moment më vdekje mu duke lehtë, se tash unë do të shkoj te ata. Mjaft kam qenë me këta që i kam qikë i banga 40 vjetë. Shkoj pak t'i shërgjoj edhe ata. Në petale lulesh një gjuhë e lashtë. Limonët kanë qelur në Shqipëri. Duken lulet e tyre si stoli nga kristali malor. Në breg të lumit malor është diçka që përshkruhet vetëm me dhembje e dashuri. Është si një vash bukuroshe, lakuriqe, me kurorë lulesh të bardha, duke ecur në dritë të hanës mbi murin e kalasë së Shkodrës, e që pasqyrohet në 1000 ngjyra në që. Është një lul naj, ku në çdo petale të luleve është shkruar ndonjë varg shqip me shkronja hyjnore. Është një heshtje hyjnore ku dëgjohet vetëm thirrma. O Shqipëri, shiko, Hilosi
e ka ndalë qerën e zjarët në qiell, e nuk lëviz me orë. Si që dhe u tha, Lindita Ahmeti la pas vetes një krimtari të begatë. Mirpo, se cili lexues i vëmendshëm i krimtarisë së Lindita Ahmetit mund të vërejë që mes tematikash e motivesh të ndryshme, shpesh motivi i poezive të saj është dashuria e pakusht që poetja ka ndaj gjuhës shqipe, kombit të saj e Shqipërisë, që siç e thotë edhe vetë në vjershën Shqipëria ime, mbeti djega e saj. Poeten e shqetëson harresa, aq sa tjetri që e rrezikon paqen e kombit të saj. Përmes miteve që lulëzojnë në vargjet e Lindita Ahmetit, shprehet brenga për gjumin e harresës në të cilën ka rënë populli i saj. Bëhet thirrje për kujtesë. Mite e zota antik marrin rolin e thirrjes në kujtesë dhe ndihin Linditën t'i jap kushtrim zërit të saj. Miku im, unë pres këtu në kullën time të vogël prej Fildishi. Rrethuar me lule iris i lirika në lirisht. Midis mështeknajës së babait, e mbështetur për gjuhën e zjarrt. Pres e oja të shpëndaj petale e bekime. Të pres ty. Midis këtyre fjalëve të buta, që bën yje në varg. Kur do të vish? Pres dhe tër natën e kaloj në frikë. Pastaj e lodhur më merr gjumë. Ndroj sikur gjithandej vlon prilli në për mështeknajën e babait. Më zgjon ushtima e përrejmëve të kuq, që rrjedhin shmëndurisht midis drurve, dhe era që vajton për drurin e prerë. Ju përshëndes të gjithë, përshëndes familjen, zoti Xhavirin, zoti Mireme dhe gjithë familjarët, në këtë ditë që është shumë e dhimbshme për ata, sepse e ka ditën e lindjes së lindës. Unë jam 40 vjetë në arsim, dhe tani 5 vjetë jam në pension. Pas pensionit, nisa t'i evokoj kujtimet edhe të nxjerrja atë që nuk ka mundur gjatë procesit edukativ arsimor, gjatë mësimit. Dhe për atë arsye, normal se nisa të shkrua. Mirë po, si Lurane, si dhe Lindë, 4 vjetë mësim kam. Vëlla e motër, ata kanë qenë me të vërtet yje, sidomos Linda. Linda nuk arria që të mbaroj fjalën ajo, unë, ashtu ishte e para në klasë, nuk kishte çfarë. Ishte aq komunikative, aq e ëmbël, aq e bukur, aq e mirë, sa që të gjithë e donë, me profesor, me nxënës e me të gjithë. Ne, unë, Meremi, Edlira, Arba, kemi humbur 2 antarë të familjes shumë të rëndësishëm. Është humbje e madhe. Mirë po, ne me gjithate bisedojmë se edhe kemi ardhur në përfundim se nuk jemi të vetëm. Këtë e dëshmojmë të sy rreth nesh, edhe prej syve, këtyne syve që shkëlqejnë, na e marrim një mesazh se duhet të vazhdojmë. Ne duhet ta çojmë, si të them, duhet ta çojmë, ta mbrojmë veprën që kanë lënë ata mas tyne të dy, janë në teatr, tjetrin në poezi, në letërsi, dhe kohëve të fundit Lindita bënte përpjekje suksesshme në kërkimin e folklorit dhe të mitologjisë. Ju falenderojmë
të gjithëve që keni ardhur sonte për ta nderuar linditën. Falenderim i veçantë për Xhamazien edhe për vjollcën që e kanë organizuar shumë bukur. Neve na ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe nuk e harrojmë. Falenderim për Akademik Ali Aliu, për agimin, për timin, për lullëzimin që ka shok, për shoqet, të gjitha shoqet e lindës, për Donikën, tash mund të harrojnë ndonjënin, për aktorët, dhe falenderim për të gjithë juve që na keni nderuar në këtë mënyrë. E shoh këtu edhe zonjën Sermin që ka bashkëpunu me lindën për vitet tana për projektin Shkupi lexon. Besoj që është një projekt që mbahet mend dhe që do ta vazhdojnë me sukses 3 shoqet që kanë qenë edhe që e quajtën këtë shoqëri trinia letrare, atë poetike, nuk e di. Ne me ardhëm jemi këtu që t'ju falenderojmë edhe të themi se do ta ruajmë veprën e Duranit dhe të linditës dhe se bashkë me gjyshen me Remi do të bëjmë çmos që ta vendosim një gurë në kulturën e kujtesës së njerëzve të cilët kanë bërë përpjekje për ruajtjen e kulturës sonë, për mbrojtjen e gjuhës shqipe, për përparimin e poezisë dhe teatrit. Faleminderit shumë që keni ardhur. Nuk e harrojmë.